Në drita së Malishit, Bukare nuk është vetëm një produkt i fushës, por një simbol i punës, bollokut e traditës. Për të 20 vit, banorët, fermerët e emigrantët janë bërë bashkë në festën e Bukës së Re, një aktivitet që i kushtohet plagimeve të tokës e ruajtjes së zakoneve të zonës, mes grurit, bukës së sapo pjekur, kulaçeve, lakrorëve e gatimeve tradicionale. Festa sjell çdo vit në fshat e nga ata që jetojnë larg, por që vazhdojnë të mbajnë të forta ligjet me vendlindjen në zemër të fushës së Malishit, aty ku puna e fermerit nisë mbjelljen e kurrëzohet me korrjen. Drithasi ka thyer për 2 dekadash një traditë vjetër në një festë që bashkon komunitetin. Festa e Bukës së Re i kushtohet grurit e drithrave, plagimeve që kanë qenë ndër vite pjesë e identitetit bujqësor të kësaj zone. Është një festë tradicionale, është një vit i mbarë për gjithë fermerët e fushës Maliqit. Prodhime të mbara ne u urojmë, është një festë tradicionale, jo mbas viteve 90, por edhe para viteve 90, një festë që ata e presin në padurim, në kuptimin më të mirë të fjalës, se kanë vënë të prodhimet e tyre bujqësore, veçanërisht të grurit. Bashkia Maliq, qendra kulturore komunitare, Gëmit Orgoca, Gënjësia Administrative Libonik janë bërë pjesë organizimit të aktivitetit me synim për të ruajtur një traditë që i ka rezistuar viteve. Kryebashkiaku Gëzim Topçiu thotë se këtë vit fermerët kanë pasur rezultate të mira në plagim, ndërsa çmimet e disa produkteve kanë qenë më të favorshme krahasuar me vitet e kaluara. Ne, Pallati Kulturës Gëmit Orgoca, Bashkia Maliq, Gënjësia Administrative, organizojnë dhe mbledhin të gjithë fermerët për të përfitur gotat e për të uruar njëri tjetrit për më shumë prodhime, për më shumë shëndet, për një vit të mbarë. Si ka qenë prodhimi këtë vit? Prodhimi ka qenë i mbarë, edhe çmimet janë klasimisht shumë të mira këtë vit, si veçanërisht i patates, i qepës, dhe gruri klasimisht me vitet e tjera, por prodhimet, falë edhe rreshjeve që kanë rënë, ka qenë më mirë se vitet e tjera. Historia e kësaj feste organizuar në mënyrë të qëndrueshme nisi në vitin 2006. Iniciatori i saj, Petrit Kupe, tregon se qëllimi fillestar ishte më i gjerë se një festë tradicionale. Ai synonte të krijonte një ditë takimi për emigrantët e familjet e tyre, duke rikthyer ata të rënjët. Në vitin 2006 kemi filluar për të parë të organizojmë të festë. Kemi patur si piksynim të bëjmë një ditë takimi për gjithë emigrantët, si njëkohësisht edhe për të festuar traditën tonë, festën e grurit. Dhe më vjen mirë që kjo festë ka patur themele të forta, sepse ka 20 vjet që festohet dhe çdo vit festohet më bukur se vitet e tjera. Sot pas 20 vitesh, festa nuk bashkon vetëm banorët e Drithasit, në të marrën pjesë e emigrant që rikthehen në vendlindje, ndërsa Breziri ka mundësinë të njohë vendin nga ku kanë ardhur prindërit e gjyshërit e tyre. Ajo që është e veçantë me këtë ditë takojnë jo vetëm emigrantët që kanë qenë banorë, por edhe trashëgimtarët dhe fëmijët e tyre për të parë, për të jetuar në rrenjët e prindërve të tyre në Drithas, në Shqipëri. Ndaj ndjemi shumë të kënaqur, shumë lumtur që kemi arritur këtë qëllim. Emri i festës linget drejt për drejt me tokën e plagimit e saj. Gruri e misri janë ndër kulturat kryesore të zonës, ndërsa produktet që dalin prej tyre marrin një vend të veçantë në tryezën e festës. Është një festë tradicionale ashtu si Reju e Tap. Emrin festa e ka marrë nga driti, sepse ne jemi një zonë me njerëz shumë punëtor, të cilët kultivojnë kryesisht dritë, grurin misri, por kryesisht gruri. Dhe është quajtur të festa e grurit ose festa e Bukës së Re. Në tryezat e festës nuk mungojnë gatimet e përgatitura sipas recetave tradicionale të zonës. Kulaçi, buka, byreku e produkte të tjera me bazë drithrat prezantojnë jo vetëm shijen, por edhe punën e graveve të zonës. Pjesëmarrja është shumë e kënaqshme, emigrantët gjithashtu mezi presin që të vinë dhe të bashkohemi këtu në Drithas në njësinë administrative Libonik. Është një festë ku ne përpiqemi të reklamojnë gjithashtu edhe produkte dhe prodhime të cilat vinë nga gruri dhe nga driti, kulaçi, me krepeta, byrekë, edhe shumë produkte të tjera. E nëse gruri është simboli i festës, gatimet tradicionale janë shija që e bëjnë atë ege më të veçantë. Anvisat e Drithrasit përgatisin për ditësh ushqime që vendosen në tryezat e përbashkëta. Fati Drithas ka vite që organizon këtë festë, më shumë se 15 vjet, organizojnë nga Njësia Administrative. Pjesëmarrësit janë të gjithë fermerët, kemi të shkruar nga njësitë e tjera administrative. Njerëzit janë të lumtur, janë të kënaqur. Çfarë ka të veçantë? Emigrantë sigurisht me gjithë presin këtë festë,
ata bile presnin kushtolla, megjithëse është pak më si festë, po u organizova festë të kalojmë shumë mirë. Në Tërez këtë herë ka gjithçka që lidhet me traditën e kuzhinës së Korçës, nga lakrori e kulaçi te petaniku, petullat e buka e përgatitur me qiqra. Si Korçare, se përdesa im në iniciat administrative Liboni, kemi këse rrethit Korçës, kemi lakrore, kulaç, petanik, petulla, bukë me qiqra, prodhime të tjera, si pas Këshillës domethënë. Sa preferohen këto? Shumë. Nga Tirana, nga çdo qytet vinë për të ngjarë kulaçin tradicional, ose lakrorin e Korçës. Nga tokat e Tereza, nga grurit e buka, e nga traditat e brezat e ri, festa e bukës së re në Dritës mbetet një nga ato aktivitete që japin kuptim fjalës komunitet, një festë që nderon fermerin e punën e tij, promovon plëgimet vendese, e mbi të gjitha rikthen në vendlindje ata që jetojnë larg.